tek ura e Karlit të 4. Kjo urë pra është ndërtuar me 9 nëntor të vitin 1357. Në orën 5:31 të mëngjesit kanë filluar punimet. Koha u zgjat me kujdes sepse formonte një varg simetrik numrash, të cilit i atriboi fuqi astrologjike. Pra arkitekti kryesor i kësaj ure është i njëjti që projektoi katedralin e Shën Vitit në Kështjellën e Pragës. Fillimisht quhej ura e Gurit ose ura e Pragës, por pastaj mori emrin ura e Karlit në vitin 1870. Kjo urë ose ura e Karlit pra lidh qytetin e vjetër bashkë me malin e vogël, gjithashtu ka 30 statuja të shenjtërve. Por këto statuja janë kopje sepse statujat e vërteta mbrohen në muzeun e Pragës. E ne do shkojmë e vizitojmë edhe një pronar shqiptar të një restauranti këtu në Pragë dhe e shohim se çka do na përgatis ai sot. Përshëndetje, unë jam Valdin Simoni, shefi kuzhinës. Atëherë reprezentojmë gulashin, pjatë tipike çeke, edhe pse është para përgatitën që rrixohet. Kjo është që rrjedh nga Hungaria, që quhet ushqim, digura kanë quajtur ushqim barish, po gjatë luftës dytë botërore çek e kanë marrë si pjatë, e kanë ripërbë ndryshe, që si recetë shkon me 1 kg mish dhe me 1 kg qep që ka vardiset dhe shërbehet, tash ka hyrë në pjesën e gastronomisë çeke shumë e përbame, shumë e zhvilluar në gastronomi, në për restorante. Aktualisht shërbehet me dumplings, që këta çek i thonë knedlik. Bëjmë një rinxeme me pjesën tradicionale çeke që dikur është kënë për të rinxe, sepse atëherë nuk ka pas as mikroval, as furrë me avull. Atëherë, kjo është gulashi çek, që çek gjithmonë thonë një jetë e mirë, një birrë dhe gulash, që e kanë pjesë tradicionale të çekëve, që ato shërbejnë nëpër pjesën e birrarive. Vazhdojmë me pjatën zviçkova nat smetana. Kjo është një pjatë tipike çeke, që karakterizon çekin në pjesën e gastronomisë, në historinë e vet. Aja është një pjatë që bëhet me pjesën e mishit të derrit, kjo është e parapërgatitën, me pjesën e filetit, që ka vardiset në tigan, në dy anë, dhe bëhet me rranj, që do të thotë, me rranj bëhet me rranj me karrot, me rranjën e selinos, edhe me rranjën e majdanozit. E shikues të dashur, sapo kaloi edhe tramvaj me numër 22 dhe jemi tek kafe 22, sipas të cilës është vënë edhe emri, sipas kësaj tramvaji që sapo kaloi. Pak më lart se ura e Charlesit, pra ura e Karlit,
të cilën ju prezantum pak më herët dhe e pam së bashku, është kjo kafe 22, e cila është me pronar shqiptar. Unë kam vlerën dhe kënaqësinë me bu një intervistë bashkë me përfaqësuesen e këtij lokali, Sabina Aliu, e cila do na tregojë më shumë rreth gjithë historisë së këtij lokali, kësaj kafe 22, por gjithashtu do na prezantoj fillimisht veten. Sabina, faleminderit shumë që gjete kohë dhe ishe e gatshme për të bërë këtë intervistë. Shumë faleminderit juve për hapësirën e krijuar në emisionin tuaj. Unë jam Sabina dhe sot kam kënaqësinë të prezantoj restorantin tonë, që siç thatë dhe ju, quhet Kafe 22. Faleminderit shumë edhe për mikpritjen, siç po e shihni edhe përmes episodave të kaluara të emisionit Pasion në Profesion, këtu në Republikën Çeke, në Prag, por gjithashtu edhe në Karlovy Vary, po na presin shumë mirë gjithë shqiptarët. Kënaqësia jonë. Faleminderit që erdhët. Sabina, si lindi ideja për hapjen e Kafe 22 dhe çka e bën atë më unik në Prag? Po besoj që mundesh më na tregosh edhe këtë historinë e emrit të Kafe 22, edhe pse tregova në shkurtimisht kështu gjatë hyrjes kësaj interviste. Patjetër, siç e thatë edhe ju, ideja e emrit lindi thjesht nga trami numër 22 që kalon në zemër të qytetit dhe në rrugën mbretërore të Pragës, përballë me Urën e Karlit, e cila lidh pjesën e vjetër të qytetit me qytetin e vogël ku ndodhemi ne momentalisht. Emri, lindja e këtij restoranti ishte thjesht një ide e dy shokëve të mirë, të cilën janë dhe dashamirës të ushqimit të mirë dhe vendosën të krijonin një restorant ku të bashkoj shija me një atmosferë të këndshme dhe me mirëpritje në zemër të Pragës. Po cili është koncepti pas menys dhe a ka ndonjë frymëzim të veçantë, shembull ose çek tradicional mesdhetar apo ndërkombëtar? Sepse ka edhe një kuzhinë vërtet fantastike. Faleminderit. Menuja jonë përbëhet nga një kombinim i ushqimeve tipike tradicionale çeke dhe ushqimeve tradicionale dhe ushqimeve internacionale. Dhe të tëra këto pjata përgatiten nga një kujdes i veçantë dhe plot me dashuri nga stafi jonë i kuzhinës. Po sa vite ka nga hapja e kësaj kafe dhe si ka evoluar deri tash? Atëherë, kafen e parë e kemi hapur, sidomos të vendin këtu, Kafe 22 e kemi hapur në vitin 2013, domethënë kam ose u bën 12 vjet. Kemi pasur si një biznes i ri, ulje dhe ngritje tona, ama jemi rritur gradualisht duke mësuar çdo ditë, duke eksperimentuar me menut, duke ju përshtatur trendeve të kohës, që klientët të jenë sa më të kënaqur dhe të na kthehen sërish. Po cili është ai specialiteti më i kërkuar nga gjithë klientët që vinë? Atëherë, specialiteti më i kërkuar dhe specialitetet që ne i rekomandojmë klientëve tanë janë ushqime tipike, siç mund të jetë gulashi, që është një nga pjatat më të preferuara, e cila shoqërohet edhe me bjërën tradicionale çeke. Po si kujdeseni për cilësinë e produkteve dhe përvojën e klientit të cilët vinë këtu? Fokusi jonë kryesor është në përzgjedhjen e produkteve sa më cilësore dhe të freskëta, të cilat i marrin nga prodhues vendas dhe të huaj, dhe cilësia e këtyre produkteve të përkoj me recetat tona tradicionale. Po çfarë roli luan në suksesin e kësaj kafe? Edhe ambienti, po edhe dizajni, sepse ka një dizajn të mrekullueshëm brenda, por gjithashtu është edhe këtu jashtë, sepse ka edhe pamje fantastike, por shihet edhe ura e Karlit. Mundesh të kesh një pamje të urës Karlit. Atëherë jemi munduar të krijojmë një ambient të thjeshtë, ku kemi ndërthurur si modernen ashtu edhe tradicionalen, në mënyrë që të shfrytëzojnë si ambientet e mbrëmshme dhe terracën e jashtme, që çdo klienti jonin, nëse do thjesht të ndaloj të pi një kafe, ka një pamje të mrekullueshme nga ora Karlit që ta tejo. Po cilat janë planet për të ardhmen? Planet për të ardhmen, kemi dy projekte të cilat janë në zhvillim. Njëri prej tyre është edhe në një kontinent tjetër. Megjithatë, mbase në vizitën tuaj të dytë në Prag, do i zbuloj më gjërë. Okej, me shumë kënaqësi. Po, a ka vizitor nga Kosova dhe cilët e dinë që jeni shqiptar dhe kur vinë pikërisht me atë qëllim?
Atëherë, 2 vitet e fundit kemi pasur një boom të klientëve shqiptarë nga të tërë trevat shqiptare dhe është një kënaqësi që t'i kemi në restorantin tonë. Gjithashtu dhe ata si thon vetë janë shumë të lumtur që mund të porosisin një kafe ose një ushqim me gjuhën shqipe. Sepse përveç pronarëve, gjithashtu dhe të gjithë stafi janë shqiptar. Mos them të gjithë, ndoshta ka edhe ndonjë që janë shqip, por që pjesa më e madhe e stafit tonë përbëhet nga shqiptarë dhe kjo është dhe çfarë bën Kafe 22-shën që të jetë një vend unik. Është përbërja e stafit shqiptar, janë njerëzit dhe mënyra e mikpritjes tonë që e bën këtë vend të dashur si për shqiptarët dhe për turistat e huaj. Po çfarë do ju kishit treguar shikuesve të emisionit Pasion e Profesion, diçka që nuk din për Kafe 22? Si thash edhe një herë, mikpritja shqiptare, kemi shumë vende që na vinë, sepse mund të kenë lexuar për ne, ose që kanë vizituar si Shqipërinë, Kosovën vitën e fundit, dhe pikërisht i tërheq ajo tradita jonë dhe mikpritja jonë. Por shikues të dashur, përveç gjitha këtyre që tha edhe Sabina, përveç mikpritjes shumë të mirë, cilën e kemi gjetë edhe ne, por besoj që gjithë ata që vinë, turistët e tjerë, ushqimi është shumë i sheshëm. Kështu që kur të vini në Prag, patjetër duhet të vini tek Kafe 22 të provoni ushqimin, por edhe kafet e mira. Unë po e pi një cappuccino me shumë dashni. Kështu që dashninë e njëjtë, mikpritjen e njëjtë mundeni me gjetë edhe ju tek Kafe 22 në Prag. Sabina, faleminderit shumë që gjete kohë për këtë. Shumë faleminderit, një kënaqësi edhe për neve. Ju mirëpresim. Faleminderit shumë, kënaqësi. Pas asaj drekët të cilën e patëm dhe asaj pritje të mrekullueshme në restorantin me pronar shqiptar, tash është koha për ëmbëlsirë dhe do e provojmë ëmbëlsirën tradicionale të Çekisë, e cila është shumë e shijshme, pra është një brum i cili piqet dhe pastaj vendoset pak sheqer dhe mund të vendosësh çfarë të duash brenda. Unë e kam zgjedhur me akullore, por ka edhe me krem dhe mund të vendosësh frut apo diçka tjetër. Unë e kam me drezë dhe me banane. Tashmë jemi tek kalaja e Pragës, e cila është në pikën më të lartë pra mbi qytetin e Pragës. Është një nga vendet që vizitohet më së shumti nga të gjithë turistët, e ne patjetër që kemi ardhur këtu, pra i ka 1000 shkallë për të ngjitur deri këtu. Në këtë kala pra përfshin institucione të shumta, por gjithashtu e ka selin edhe presidenti i Republikës Çeke. Në këtë kala është pra katedralja e Shën Vitit, pallati mbretëror i vjetër, bazilika e Shën Gjergjit, rrugica e Artë, kulla Daliborka dhe shumë ndërtesa të shumta. Kalaja e Pragës është zgjeruar gjatë shekujve nga mbretër, perandor dhe president të ndryshëm.